Këtu është horoskopi i premte 2 janar 2026 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Ju jeni të angazhuar në çështje praktike dhe ju mund të humbni durimin tuaj për arsye të parëndësishme. Këto ditë po bëni shumë gjëra, ju duhet të pushoni më shumë. Demi. Ditë nervoze sepse çdo herë duhet të provoni se çfarë vleni. Mos u bëni prapa në gabimet e bëra tashmë në të kaluarën. Binjaket. Punë e mirë, por në dashuri duhet shumë vullnet i mirë për të shmangur diskutimet. Shmangni pyetjet parimore dhe mbi të gjitha të ktheheni në të kaluarën. Sigurisht gjithmonë ka shumë për të bërë, por edhe ju jeni një tip që nuk dini të rini boshe, qoftë edhe pak nga ambicia juaj e lindur. Gaforja. Merrni zënë nëse duhet të bëni ndonjë kërkesë ose të bëni një marrëveshje. Shmangni çdo polemik në dashuri. Luani. Jeni më nervoz gjatë kësaj dite, mendoni të shtyni çdo takim potencialisht të rrezikshëm për nesër. Mund të përjetoni momente të një konfuzioni të lehtë. Virgjeresha. Periudha e reflektimit. Si në dashuri ashtu edhe në punë mund të përparoni, nuk keni pse të përqendroheni në situata të pamundura. Peshorja. Ditë e shkëlqyer, një zgjedhje mund të bëhet jo përpara se të konsultoheni me një ekspert, mos i nënvlerësoni mundësitë e reja. Një zgjidhje e ardhshme mund të ketë të bëjë edhe me zemrat që kanë pritur prej kohësh pasionin. Akrepi. Idetë e mira i avlejnë ari dhe së shpejti do të jetë e mundur të shpengosh një të vuajtur gabim. Sa i përket dashurisë, a jeni të fortë dhe gati për çdo gjë? Shigjetari. Eksperimente të vlefshme, edhe nëse kohët e fundit keni filluar një punë të re, ose jeni përpjekur të përfshiheni në një mjedis të ri. Je i dashuruar. Bricjapi. Vendosmëria jote fiton, por tani për tani duhet të kërkoj të bësh vetëm gjërat që të interesojnë më shumë, dhe mbi të gjitha, ato që të paguajnë më shumë. Rimë këmbje për disa të dashuruar, për çifte e reja disa huti. Ujori. Në dashuri, dikush do të vërë në dyshim gjithçka, të tjerët do t'i japin vetes aventura duke jetuar ato ditë për ditë, pa hipotekuar të ardhmen. Në profesion shumë premtojnë, pak veprojnë, të bezdisshëm. Peshqit. Më duhet të them se kjo ditë paralajmëron kundër polemikave si me vëllezërit dhe të afërmit, ashtu edhe me njerëzit në vendin e punës. Si çift, ne gjithashtu debatojmë për arsye më shumë se të parëndësishme. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.